atëherë përshëndetje për ju në studio dhe për të gjithë ata që vazhdojnë të shoqërohen me TV1. Siç e përmendet edhe ju, po lajmërohem edhe një herë këtu nga qyteti i Prizrenit, konkretisht nga Zhatërvani i Prizrenit. Atmosfera këtu relativisht duket e qetë krahasuar me ditën e djeshme, për aq kohë sa ne kemi qëndruar këtu, ka pasur po e them numër më të madh të qytetarëve, ndoshta edhe turistëve, ndërkaq për aq kohë sa ne jemi duke qëndruar sot, po duket një atmosferë e qetë. Duhet të përmendim faktin se pra sot në ditën e zgjedhjeve parlamentare në qytetin e Prizrenit janë 76 qendra votimi dhe të drejtë vote kanë mbi 184.000 votues. Ndërkaq gjithashtu mbi 10.000 të tjerë kanë të drejtë vote mirë po që jetojnë në mërgatën tonë. Ajo se çfarë vlen të përmendet është se për aq kohë sa ne kemi qëndruar në përfshatrat e Prizrenit dhe në disa qendrat më të mëdha të votimit këtu, procesi është zhvilluar në rregull, të gjitha qendrat e votimit janë hapur me kohë, ndërkaq nuk është paraqit rast ndonjë incident apo diçka e ngjashme siç kemi parë në komunat e tjera ku edhe persona të cilët nuk kanë ditur, po e them ashtu shkrim me lexim, nuk është lënë asistimi i tyre nga familjarët e tyre. Për aq kohë sa ne jemi duke qëndruar këtu tek Zhatërvani në Prizren, po tentoj të marr edhe ndonjë qytetar për të parë se ai ka shfrytzuar të drejtën e votës dhe se çfarë presin nga këto zgjedhje. Ndërruam kishim ujë dy fjalë. Po tentojmë dikë tjetër. Të nderuar si jeni, si po kaloni? Jemi live, a keni votu? Ku me Ne votu? votojmë Tiranë. Tiranë, do? Ne votojmë Tiranë këtu, po na lat votojmë. Votojmë. Votojmë po na regjistrot. Faleminderit shumë. Atëherë vetë se pam se kishim edhe vizitorë nga Tirana këtu në qytetin turistik dhe historik të Prizrenit, ndërkaq po tentojmë të marrim edhe ndonjë qytetar tjetër, të cilët ndoshta e kanë shfrytzuar të drejtën e tyre të. Ajo se çfarë vlen të përmendet është se në të gjitha qendrat që ne kemi qenë, po e them ashtu ka qenë një numër i ngjashëm me zgjedhjet e kaluara, pra në zgjedhjet e dhjetorit, ndërkaq e gjithë paradita po e them ashtu ka qenë e qetë pa ndonjë incident siç e përmenda edhe më herët. Po tentoj të marr edhe ndonjë qytetar tjetër, pra po e përmendi prapë që Prizreni është edhe qytet turistik dhe ndodh shumë shpesh që të hasim edhe në raste të tilla kur janë turistë dhe nuk janë banor të Kosovës dhe të Prizrenit konkretisht. Të nderuar, a keni votu? Po, e kam votu. A ka shkuar çdo gjë në rregull? Ha? A ka shkuar çdo gjë në rregull? Po, po. Çka pritni prej këtyre zgjedhjeve? Po presi diçka më mirë se deri tash. Çka po zëvëne jam pensioner, po për djalin, për çikën, ato që janë mari, me pas jetën e më mirë. A keni pas ndonjë parregullsi kur keni shku me votu? Jo, kërë është rregull, çashtu. Faleminderit shumë. Pra, siç e pam këtu kishim një qytetar i cili vetë se ka shfrytzuar të drejtën e tij të votës, ndërkaq e pyetur nga ne se çfarë pran nga këto zgjedhje, ai tha se prat më mirë diçka për anëtarët e tjerë të familjes, pra për gjeneratat e reja, për një kohësisht i përmendi edhe pensionet. Qysh e dim që në Kosovë janë në mesatare, po e them ashtu. Ndërkaq po tentoj të marr edhe ndonjë qytetar tjetër në rast se ndalet dikush, në qoftë se jo, do e kisha kaluar linjën tek ju në studio.